përshëndet gjithë juve që jeni me valët 102.2, është ky edicioni më i ri i emisionit të Akustik Night që realizohet çdo të ejte nga ora 19:30 deri në orën 21. Jemi së bashku me Hysenin Senishi në studio si zakonisht. Çashtu thojnë. Sa mirë që të kam këtu. Do e kanë nisur në firmë ka ideali me kapuç. Po patjetër. Paljet. Po që mos harrojmë të përmendim Peperifikun dhe Frisin që na mbështet në realizimin e këtyre emisioneve. Alo s'kom hongër buk. Ja, ama ti s'ke pi alo ujt Peperifiku, që është interesant. Ujt Peperifik. Po valla. Është diçka shumë ndryshe. Sot e kam vjetorin. Të kisha lutur sa me caktuar një datë për vitin tjetër për vjetorin. Së spidi e dur. S'po di çfarë u bë këtu. Po shto punu njëri. Vjetorën shumë kënaqësi që të kemi sot në studio. Vjetorën e kemi si shtëpisë për shkak se e kemi pas shpesh herë në studio të Radio Plusit. Është një djalë fenomenal, një djalë domethënë që deri tash e ka pasur edhe atë trofeun e festivalit, po e ka edhe tash, po megjithatë tash është pa një fitues i ri për këtë vit. Kështu që shpenim vetën se ma tash e kjellë një dikon tjetër që faktikisht e ka. Ja ke dorëzuar? Ja Ashtu po bëjsh një zëvë për të fshehur. Se mëre? Jo, ktheja, o ti. Fal, pa të emrin ajo. Shika. Ose di, ajo po Jo do ndoshta të nga kryej Shqipërisë, po ja rrova. Me mojt në shtëpi. Ato tjetër le ta bojnë. Okej. Këta ja pas kanë bërë si misat. Nëse, okay. S'ka lidhje. Këtë vit nuk morë pjesë në festival. Jo, veç kam qenë mysafir. Po si mysafir. Natën e parë. Edhe është falëndësie. Kur e din që faktikisht ti e ke fituar trofeun vitin e kaluar, tash je si i ftuar special, domethënë si triumfues. Jo, lesia ke më lehtë, më thonë drejt, edhe se në vitin e kaluar më kanë për më ashta tuta që okay, të marr konkurrencë, ka konkurrenca dhe profitojmë as profitojmë sa ne, si vetë kanë më nice, por ne kanë më çet, më lehtë, e kanë bëu hapje në festivalet që tepër nderi më bëca. Normal. Okej, vjetor jo pashkas faktikisht na pak e fillu me humor emisionin, megjithatë domethënë kemi pas Jo, ta pula. Kemi pas që ke bërë lëvizje, domethënë prej bashkëpunimeve që ka qenë me Background France, domethënë mandej me bandin që kemi pas gjithëve këtu, që jeni kont krejt jam mrekullueshëm, i përshëndesim edhe ata. Nëse janë kanë dëgjojnë tash. Po më tash domethënë faktikisht ke filluar karrierën si sonekuntar. Po, tri herë ndryshe. Dhe kësaj here kena me vullos. Me vullos. Nuk e ndroj më. Po, tash kom vendos si vjet. Kom pas pak kohë me menu dhe kom vendos me vazhdu si solo artist. Na jemi edhe pak a shumë si show, domethënë faktikisht atë përcjellën gjatë gjithë kohës se çka bën ti, kemi pasur që kemi filluar edhe projekte të reja me realizuar. Po, kom filluar edhe projekte të reja me realizuar që janë pak më ndryshe për që kom bënë në ashta para një vjetë dy, po prapë është vjetorin të domethënë veç një stil pak më ndryshe. Një stil që po më flenë mu shumë dhe më dohet të njëna shumë rahat se sa që kom bënë më herët. Kjo ka rëndësi shumë një vetvetja fenomenal. Unë është me na përmend pak se unë po besoj që edhe pse je si solekuntar, i ki do njerëz që vinë për masë, do njerëz që faktikisht përkrojnë ose Po, i kam shumë, edhe jam shumë falenderues për ta. Një që kisha pas qef me të cek tash është Erion Hasani. Është një djalë shumë i mirë dhe më ka marrë në menaxhim, edhe falenderoj shumë. Ja, urime. Falenderoj. Përshëndesim kudo që është mbrapa kamerave, përshëndesim. Po ne më përshëndesim shumë se sa ja kena fillu, po e kena fillu një start shumë të fortë dhe shumë të fuqishëm edhe i falenderona shumë që ka fillu me njerë me punu. Edhe nuk po priton as një pikë, me njerë direkt. Normal, boostin zbon me nol. Zbon. Po jam shumë falenderues për ta, kështu që e falenderoj te mose. Deri tash domethënë ke arrit për me mbledh material ose me kriju material, se jo për me mbledh, domethënë deri tash a ke idenë se sa kohë i ke të gatshme për realizim ose Po, i kam një 5 kanë që i kam gatshme, veç për presëm tash me realizu, mi bo të spota, do sana, dhe tash me njëse. Tash e logariti unë tash karierën teme tash, që pëmbjen që 3 herë me njësë për zerus, po për me njësë për fillimit. Kjo është këtë normale, do në thonë është. Po. Në ardhë që ashtu e kem. Ndesa ta gjojna vetën. Normale. Po, tash me kam ma letë edhe se me band është gjithmona i sanit që
Sa do që thu për shembull ti që vetë është në muzikë, apo dënë se sana është gjithmonë ai sana që dosh mi pyet edhe band members edhe këtë njerëz që ai ki, a dënë këtu pe kam malet. Ai tash më thon po kollit na palidhe më thon, apo dënë po kullna jo. Po. Po vi vjen atë aspektin që apo den bjen më në fund atë me bëu diçka tamën edhe me realizuar diçka që mendoj që është më e mira për mua. Atë është normale, domethënë që shpesh herë artist mundën edhe me kriju për momentin kur përzihen ja 4-5 duhet. Ndoshta që edhe njëra prej tyre s'ja çellon. Po tani është problema atë se tani më kur po jeni çat rrethonten edhe s'po mundesh tash ekip dosta, asa tani njerëz s'po mundesh më thonë jo tash unë po vetëm se jam solo, se jam se artisti që po këngëtori i bendet e scena tjera, kështu që marr rahat kryt me. Normal se ti dush me rëçë kiçin fund. A vjen? Kështu që më let. Ke shpesh i tavolinën. Bona nervoz. Okej, domethënë mes prapë është ai dhjetori, nuk është ai stili që mund të thonë që këtë djalën e kemi me një stil tjetër tash ti peshon, okej, na e dim që muzika ndryshon. Po, normal. Edhe po thjesht prapë mbetet ai origjinaliteti. Po, normal, jo, ato se hupi korra dhe shpresoj se kam hup korr pa marr parasysh, po kur punoj me njerëz të mirë, besoj që nuk malojnë me dalë çat aspekt më thonë veç sa më shumë vetvetja. Patjetër, për dallim prej erave tjera, do të thonë dhjetori u kon shumë komod, se veç ka kënu. Amo tash është marahat. Po, e kemi pasur një në emision të mëngjesit që 4 herë kena pasur. Aty ka performuar edhe me gitarë, nëse s'ka bërë, do të thonë sa mirë me memorie. Mashallah. Punë tjetër ski normal. Patjetër. Ndërkohë që unë me zisë më pres kongën e parë që ke zhjellë për sot me performu, për shumë se është kjo mramje akustik, është material prej kongëve tua ata shtreja, apo? Po, për alisik me një kongë temën, për alisik me një kongë që kom lansu në maj, këti viti, që titullohet Qa ke bu ti. Qa ke bu ti? Që valla? Okej, është një kongë do me thonë që... Më nuk më lidhë në gjithka, Qa ke bu ti, do me thonë diçka. Qa do që ke bu? Nice. Okej, po ndalemi pak të kjo konga para se ti me fillu. Me tekste me këto, je ka mirësh vet tash apo është dikush tjetër? Tash jam të merr vet, jam të i bëj kompozimet vet, jam të punu vet. Është start i ri dhe interesant. Shumë interesant, do me zis po pres, do me thonë me të mirë tu performu vet. Bravo. Ose se jena super me po me instrumentista, shumë. Kështu që këtë herë e kam deri me avon gitarë. Vet ça dush bën. Dush me trajtu mirë çto e bani punë. Okay, nice. Så här kimem lande, så här är kommit ner kontur. Så här kimem rishute, jamas med båtni tingapen. Shayam tifiyam, kalzam chaman nukniham yo. Shayam tifiyam, kalzam chaman nukniham yo. Po qa ke bu ti për dashni? Po qa ke bu ti për dashni? Për herë me po t'lypi të gjithë kusha e njoh. Ta rojës më malën tuve me ty me konën stoj. Ta shasyt s'nu me ti po, s'mu intereson atë në halo. Edhe nëse këthej është unë le di që prapin një i takimu ko po m'vjen edhe me t'sho. S'po du me unë e ku ma, po kur ti ke kur s'ma diti që ta dashni që ta kundoh.
qa ki buti për dashni qa ki buti për dashni qa ki buti për dashni qa ki buti qa ki buti për dashni qa ki buti për dashni qa ki buti për dashni Na gjithë shka bojmë për dashni. Vetëm që s'kemi parë tima me ble një banesë. Ej, definitivisht një këngë shumë e mirë. U mur me vete. Emocionuli. Se t'ingllojnë mas mirë t'i kujon akustik, nuk e di. Qa është kjo punë shumë? Mu më përqenjë ajo, e kanë atë lezetin e vetë. Në momentin kur është vetë artisti këtu, në momentin kur performon, ashtë ma tepër kujon këngë tina që i ka shkru. E ndjen ma shumë, definitivt. Një këngë shumë e mirë, një stil shumë interesant. Shtu që të përgëzoj. Faleminderit shumë. Që shkene ditë me bo ka që mirë? Kush e ka bo kongën? Vetë. Vjetor. Edhe komponimi e gjithë shka. Flajti kështu. E kemi gjëzu të Beka. Të Beka, po. Po, e kemi gjëzu që përshëndesëm edhe Bekan. E kemi gjëzu të arë, po komponimin të tekstin edhe strukturën e këmbu vetë. Cool. Ka qenë shkurt. Okej. E kemi bu, edhe tani në maj patëm vendos me lansu. Po, kanë të vendësan se edhe ka për knëq tash për në më hap shumë në fardinje. Një farë nostalgjie që këmë përjetu me comment. Se ka gjgat, do më thonë keni punu në audio ka gjgat, shkurt maj? Po, kena punu në audio, se ishëm të provu sene të reja, ishëm të provu atë me këshyrë qa po na flanë ma shumë, po jam i knasht në mix, apo den jam okej, u kanë ashta pak që jena gut, po men për tira. Jo dhe, ko qa gatë? Gjithmonë, në momentin kur faktisht realizohen, do është disa projekte pak ma shpejt kohën, pak ma shpejt, se në kanë e që projekte. Po, projekte është me marru në ndërtesa. E mira e saj është në momentin kur lancohet, njerë edhe mirë kritet, atëherë pse jo, mundet me bua dhe përpunime mas një kohë. Po dhe, normal, po dhe zëtë mund. Kështu që bon pak ma shumë pare, këta di Kur drezi. Kur drezi. Jo, me gjithat punime është shumë e rëndësishme ajo pjesa ku ti ke marrë pjesë në festival që ka qenë një sukses mjaft i madh. Mandej edhe ato projekte tjera që i kemi dëgju, e tash ti edhe si këngëtar, themi ashtu, vet pa band, janë këngë shumë të mira që po besoj që dhjetori ka menamet shumë gjatë se janë disa këngë që kur realizohen fillim ndoshta ju vjen një shtys, po janë këngë që jesin, kështu që. Po, definitivisht për shkak për shembull të njerëzit tash që mësuan ashta me këngët e mia që ku bë më herët, atë gjithmonë është në farë jo tutë, po është në farë sana, atë me çit diçka të re, me çit diçka kiti fillimit, unë veç vet, atë në muzika ka çdo të mirë se çdo që e ndjen e ka për merr në fletorës në telefon e shkruaj një tekst, atë edhe tani është njerëzit të ta postu, është njerëzit të ta ngu, atë bëri sot e kam pas rastin ti kush e ka qenë story këngën që ke buti të ngun kërra, dhe ka qenë... është ndjesi e mirë. Edhe më është ndjesi e mirë që ma në fund njerëzit pjo pëlqenë që kërësan, edhe jam marrë për me nejtë. Ko qa gatë? Dhe kësa të mdeli njëra. Jo, kur nuk dali njëra, ja. Te jetë vdes, s'ka me qatë njërë. Shumë mirë, dhe kjo është, të themi ashtu, është edhe një shtysë për këngëtar tjerë, për shkak se e kemi cek ndoshta edhe në emision me ty, edhe gjatë punë që ka shumë njerëz që këngojnë shumë mirë. Po, ndoshta ka njerë nuk e kanë atë guximin për mi lansu ato projektet e veta. Si unë për shembull. Që i kam pu. Tutma, janë marrë.
për mua është shumë një sinjal i mirë kjo prej te, domethënë që s'ko marrësh. Po, jo. Dhe thjesht je ka prezanton veten me ato këngë të shpirtit, domethënë që i shkruan vetë, ato që i komponon vetë, që është diçka origjinale shumë e mirë mandej. Po dhe zakonisht në qëtë aspekt zakonisht shumë artista të rria, vetëm se ka njëherë është ideja dhe që nuk është ideja as me kru mirë, po ideja është ka njëherë me pos qatë stil, qatë qenja, vetëm që të artistit ka njëherë, vetëm se ka shumë këngëtar të mirë, ka shumë muzikanta të mira, vetëm që adin kanë qef me nejt me një janë okej me qatë sana, vetëm në sana, po ka një comfort zone, do të vetëm do të me sakrifiku ka njëherë ko qa shumë, vetëm nëse unë du, nëse mas nëzër shke më ka një tesa jam, ato nësë më qore pa dalë gjithë ka. Adin do të me harru atë aspektin në jetës private, do të me harru këtë të sana se jam gati me bo qatë sakrific, adin që me knaq vetën, adin të ke fundi me knaq vetën, se prej që ma e me i vogël, kur knaj, kum pas dëshirë me bo qatë sana, adin edhe ma në fund, një ljumëtën që kada ka dole pari, a vedin, edhe qëto kada ka dole step by step, gjdo gabim, gjdo ullje, gjdo ngritja, a vedin më kanë gjithë më për tukë edhe me vazhdo. Me sa di do të thonë dhe me sa kujtoj, edhe jam shumë i sigur që tek albumi që keni pas ka qenë pothuajse në gjuhën angleze. Po, krejt anglisht, po. Te këto këngë tash që ka i bën, janë kesh shqip apo jo? Po, kresh shqip janë, po. Ju ke kthy Gjenezës do? Jo ku kthy, po, e mora vetë në Prishtinë, në Kosovë. Jo, është e mirë. Edhe pse ndoshta është një treg i vogël, megjithatë nuk jemi që është vogël sa mendojmë, se ka një pjesë shumë të madhe që jetojnë jashtë vendit, mandena dhe jemi në krejt rrethi, domethënë jemi i njëjti popull. Pa marrë parasysh që i kemi të kufi artificial, është tregu, ka treg, domethënë për këngë shqip, edhe është shumë e mirë kur prej një veni ku ti vjen, kur ki për kraje, po besoj që është ma originale, është ma bio dhe... është ndjenjë ma e mirë, se është e din që aty visa veni ku i rrita, e din që me që ata njerëz që kjenajt, e din janë gjithmonë aty, e din edhe ta nesër mas nesër vinë, të supportojnë, e din edhe e dojnë që atë që e ke bo, e din për në me është një nice feeling, e din së në më kanë, dhe më herët nëse më kanë shumë anti këty në farsana, e din së kom pas atë Big American Dream, e din me shku atje, si i ri, si qdo këngëtar, e din, po tani masi që më ra, plus sidomos me festival, me nejmi ka qetë sytë shumë qatë aspekt, abdin që ma ka shtin dashni edhe një herë ma shumë me bo muzikë këtu për venin tonë, abdin edhe me pru diçka të re, edhe me lanë gjurë venin tonë, s'ka sen ma të mirë se me bo qatë sen. është një shplejë, ku thënë, pa e dosht vetën, mos për dosht e kështjera. Kështu që thjesht dush me dosht ato çka jemi, çfarë gjuhë kemi një gjuhë shumë të bukur, mandena pse jo, edhe me të punë dhe gjuhë të huj, edhe me të përtu jashtë, për shkak se paret janë të mira, po thjesht dhe sa ma shumë që të mash publik është shumë mira, është një si tjetër. Megjithatë është shumë mirë kur ti ki edhe këngë të venit, kur ti je rrit, kur ti ke lind, edhe thjesht i kënon gjuhën tonë, gjuhën e nonës, është një gjuhë shumë e hove, një gjuhë që e dojna shumë, po tash përveç këngë të shqip, janë kneva që i përmena këto teritorit tona, dhe me thonë, unë kam një dhe shumë gjerman që edhe knojnë edhe ngojsh. Kjo zhua jo, është zhua që për shtatët të përveç tjerëve. Ja, fyll shpas. Së së dita që atë. Ja. Okej, Vjetor, përshkojme me kongën e dytë. Okej. Cila është konga e dytë? Kongën e dytë, për bujmë një cover. Okej. Për knojnë Mirë më njësin e Alban Skënderaj. Okej, sa super. Asë njerës as djetë kom një nërë të kënu kovera Vjetorin. Në emision jo se jo, po kështu nuk e dhja e kom një. Kështu që bashkë për tu. Me një herë. Ky cover është bonus track ati. Bonus track. Okej, mandej po e bujmë një pauzë shkurt, po besoj që i kemi edhe partner tonë të marketingu që po presin ratë, edhe mandej rikthehemi në pjesën tjetër të edicionit sot në të emisionit Akustik Night që mundësot nga Peperi Fake dhe Frix. Po mos e unë tjo. Kafe të lutem, një Tokyo Express, një karrike të ulem dhe të pres.
thon një buzëqeshje të shehu më mëron Po si t'ja bëj, si t'ja them Zemrën t'ja shfletoj E ndrojtje të mos kem Ti temi mëngjes, ti temi mëngjes Zemra më dërgoj të përshëndes Ti temi mëngjes, ti temi mëngjes Dhe një dit më shumë s'dua të pres Dhe të nisem me të, në përbrigje me të Të ecim deri në perëndim Të harrohem me të dhe të bëhemi një A thua do të n'kem kaq guxim Jep një pije të lutem Një doppio konja Po emocionet të shuhen pa nga pa Po ti me rezet I djeli Derdhur në përtru Po flok I shtes të ylberit Të mbisu Po si t'ja bëj Po si t'ja them Po zemrën t'ja shfletoj Dhe ndrojtje të mos kem Ti temi mëngjes, ti temi mëngjes Zemra më dërgoj të përshëndes Ti temi mëngjes, ti temi mëngjes Dhe një dit më shumë s'dua të pres Dhe të nisem me të, në përbrigje me të Të ecim deri në perëndim Të afrohem me të dhe të bëhemi një Thua do të kem kaq guxim Në të maj dhe në të djath Po më huton shikimi saj Erdhi momenti që sfidën ta pranoj Themi mëngjes Zemra më tërkoj të përshëndes I themi mëngjes Dhe një dit më shumë s'dua të pres Dhe të nisem me të, në përbrigje me të Të ecim deri në perëndim Të harrohem me të dhe të bëhemi një A thua do të kem kaq guxim Samir Ajo monera Me thonë mirë është pak Me thonë fenomenal Të do me ngu Alban Skëndera në versionin e 10-ojt Dhe në shumë nërësan kjo pjesa Qas me duhe qëtu më stani Me tash që po e bojmë një pauz Po e kom ato A e ke pasi ato nona të shtira që ta bojmë shtu Hynë në emision Unë e kam vonë Definitivisht pak ma herë thash Se s'kom nitu kënu kovera Shtu që shumë mirë edhe kjo pjesa Shtu që kemi na pundohu tatë ekskluzivitetin të parë Ajo, a e ke bua ditën tjetër Live në ndohë që ju Në emisione nuk e kom bu Kom punu vesh kangë originale A shfrytzojnë, e marëm do p'i kanalë Se jo Kështu është mas mirë ti me t'pa me kangë të tua ku do që shkam Po, normal, po Jo, kjo është e mirë djetor kur në momentin që shohim edhe artistat që përzgjedhin këngë që për një janë të mira edhe këngë që ka një tekst mirë, ka një mesazh të mirë edhe pse jo, Albani është një super artist do të thonë që faktikisht në stilin e vet duhet mja dhëndorë që kemi edhe shumë artistë se shpesher në emisionin Acoustic Night përmendëm më shumë ato këngë të viteve 80 për shkak se shumica artistëve që vinë këtu I performojnë ato këngë edhe janë këngë që performojnë edhe në për klube edhe si se për me ka qeni një periudhë shumë e mirë edhe këngë shumë të mira që janë bua tash kur po vinë versione tjera po vinë shumë të mira e shpesher ka njerë janë shkallojnë këta artistë të ri që janë si Alban Skëndera si që është dhe si janë shkallojnë po në janë I përmend ndoshta më pak edhe ka shumë vendore dhe të hujtë në thonë që janë tepër artistë të mirë dhe janë edhe pse ka njëherë themi mi një gishta pra na dalin shumë gishta jo dalin shumë gishta edhe gishtat e durve të kove të minumru se ka artistat tjetër ka plot Qa për të bëni pauzën e ti në bush tash edhe mos me pyt hishat Okej Mja nisa një lena gjysore shtu Okej Marim pak frymën e ti Marim pak frymën e ti do të thonë edhe mandej rikthemi edhe me biseda dhe me projekte tjera Pa problem Tung dysko
Rikthemi në pjesën e dytë të edicionit më të ri të emisionit Akustik Nights bashkë me Dhjetorin dhe me Hysenin këtu në studion e Akustik Nightit, gjithashtu me Pepe Lifikun dhe Friksin që na mbështetin në realizimin e këtyre emisioneve. Jam i. Bënim një pauzë të shkurtë me Dhjetorin, po besoj që kemi marrë pak ajër të pastër. Edhe jemi krejt okej me këtë pjesën, po me Dhjetorin tash duhet me folja dhe me pa planet e Dhjetorës se çfarë kanë të ardhmë. Këna tregoj që Hysko që i ka botë dhe thotë i tash kasko i ka gashme. Një prej tyre sot duhet mundume ti për mi anëzirë ekskluzivisht. Me kënu life, a? Po shohaj, që të marrë me të mirë, shohaj normal si që bua. Edhe pos kemi arru me pyet për shumë gjona tjera. Cilat akorde i ka bo kongën, apo? Jo. Okay. Ma herët Dhjetori neve dyve na tha që okej, tash si do të thonë vetë edhe po besoj që ka me vazhdu kështu. Po kemi arru për me pyet se okej, si sot e këngëtar të mundesh me pas një bashkëpunim me dikën tjetër. Kemi menduar që mundesh me pas me këngëtare ose këngëtar tjetër. Po, definitivisht unë tash edhe pse jam solo artist, do të thonë mu si artist i ri, konvenojnë bashkëpunimet. Po, tash fillim si dash me hi tash me një stil tjetër, dika tjetër, po kisha pas qef me bo një artiste që kisha pas qef shumë, e ku përmena dhe më herët. Është një artiste fenomenale, është shumë artiste e mirë, ajo është Janina. Nuk e di pse kam një fandenje, kom përmena marrë, kam një ndjenjë që kishë mbujt me bo një kanë këgja të mirë. Sa mirë, ke kontaktum të jarë me ta? Jo, po më po për ndryshe shumë është artiste e mirë, edhe kisha pas knatësi shumë të madhe me bashkëpunu me ta. Se nuk e di, më pëlqen edhe këngët e saj, më pëlqen artist lëko që ka dhe stilin që ka ajo, kështu që besoj që mënet me dalë diçka e mirë. Edhe mënet mu ka në pritshme, që si dijet, tash me Dhjetori nuk i dijet. Kena mësu që si dijet me mu. Megjithatë, do të thonë ka edhe shumë artistë. Po jam edhe hapën për normal, për gjithë ka. Për bashkëpunime që është kishte qenë interesante dhe ajo fushë, do të thonë. Po da, edhe me provu pak anej, me këshirë që është. Me pa Dhjetorin edhe anej. Se jo. Stile Dhjetorin. Edhe anej, edhe kënej. Ku përzihet bëhet një farmiksi interesant, madje po mendoj edhe që është. Po. Shpesh edhe të cekë të si janë profesionisti fushës dhe që foli shtu që kanë qef me një që po besoj që i shkon shumë interesante dhe edhe kjo pjesë. Ke mendu për me basi ta realizosh albumin, për me po ndoj promovim, ndoj koncert ose diçka të ngjashme. Keni po ndoj plan ose keni mendu, keni folë diçka bashkë me këtë stafin të dhe menaxhership? Po, tash e në pritshmërit janë tash abdel kada ka dole tash derisa t'hina shtos, po definitivisht tash këto këngë që do na me lansu se mendoj që është mënyra ma e duhur është me lansu me spota dhe me lansu shto. Ka pak çdo 2-3 muaj ose çdo një muaj 2 varet tani për sezonës, varet për këngës. Edhe tani pse jo, tash po mundohem që për vitin tjetër me pas verën full edhe me mujt sa më shumë si në për mbushën tash si në për koncertet mëdha që ndodhen në Prishtinë, si në për klube, si në për sana, dhe më mundu me dal pak a shumë Dhjetori gjithka ka pak, apo derisa mashta edhe njerëzia mësohen me çat aspekt. Po, ato artin tonë që ti e bën. Po. Dhe kjo është shumë e mirë, unë e kom parë do të thonë që shumë artistë që bojnë muzikë të mirë dhe do në zemër nga njerë këto tekstet e mira, këngët e mira nuk janë që të kuptojnë shumë shpejt. Po. Ju duhet një kohë derisa njerëzit ta kuptojnë pak tekstin, pak ato se çka do është me thonë. Është ka njerë episodu më pak ma herët që nga do këtë edhe jetën e kina po si fast food, një konsumim shumë i shpejt edhe po ikim, janë disa projekte që lansohen, konsumohen shumë shpejt, në dina gjuhën, dalin tjerat, me që ta këto kohë që kënohet pak ma gjatë në to, qoftë në tekst, qoftë në instrumental, ose në to që janë originale prej një artistit, janë kohë që zakonisht mandej ecin pak ma graduale, po në jetojnë me kohën, edhe janë shumë të mirë. Edhe menoj që tash na artistat e rjena me fat, menoj shumë,
se rinia janë gati për artistat të ri. A vedin edhe besoj që tash në artistat e ri e kena kohën me kallzu vetën, a vedin edhe e kena se me thonë të lirë, gjithë e kena post lirë, po punë me kallzu në ashta një pjesë tjetër, a vedin që tash nuk ka ma veç, a vedin është veç qaj treg edhe nuk kam ndryshu josës. A vedin po më pëlqen që edhe artistat ma herët që kam bu për shembull, unë e përmeni Timon, që ka pru sanet treja, ka pru afro në këto sanet, a vedin që janë botëror që njihen, a vedin ka pru diçka tre këto dhe shumë sani mirë. A vedin e për neve unë për vitu unë e marrë ato inspirim. A vedin unë e marrë shumë inspirim që okej, jam gati tash unë e me qi diçka temën, a vedin me marrë pak nej, se nuk është, a vedin na më me full sa dush, po është vështirë me kompozu diçka për shembull origjinale në atë aspektin, a din akordet. Këti kanë përdor çdo akord, a din është e pamundur. A din nëse një tekst diçka, po ç'a e bën veçantë që ajo pjesa që ti çu shehem, a din ti që kallzon çat sa, se nëse po më don ti çat sa edhe i beson atëre skoçore besoj po të shpërblyt dikur. A din edhe tash unë si artist kam obligim që sanin të më shit sa më shumë. Po, normal. As nuk më mora din unë e bëj këse, nuk funksionan, a vedem, po e thom me qëto që di unë, që kjo është produkti jam, edhe menoj që është produkti jam maj mirë dhe risa që e kom pru me herë, dhe kom mënu me bua sen, që ata rinia pe vrej edhe me pak që kom arrit unë si artist, a vedem që janë interesant, ju duket interesant, plus emni jam, a vetëm vjetori, ju duket shumë interesant, dhe tash më në fund e kom rrit qatë qëllimin që edhe tash njerëzit më firin më vjetori, a vetëm që është shumë ma mirë, a vetëm që okej, unë e ndriti jam, a vetëm edhe qaj ka me met prapë, kjo është visi mërë artistik, po tash me bu me thonë diçka, me ma përmend dikush e ndrit thët, ja, me bu dhjetorit, okej, dhjetorin për një, po e ndritis për një, fësha nuk e di kush është e ndriti. Edhe na jemi mësu me dhjetorin. Që qaja po ma jepë në me një farë... Ta marë artistik, normal. Po ma jepë një farë hati që kom pas qef gjithë me pas qatë cana, dhe me mujt me bune që canin që e bajone, edhe me pru diçka të rej, nëse mas të zërëm shpërblejët edhe e bëj jetis. Jo, definitivisht, në momentin kur ti punon me një fushë dhe jep maksimumin ton, edhe pse ndoshta duhet pa ko normal. Gjithmonë fund është ajo shpërblejët, kjo është shumë e saktë. Edhe merr shumë mirë, seriozisht po them, jo në atë kuptimin se nuk duhet me pas tash në farë konflikt që në ratash ose diçka, po kanë gjona, të thonë shtë në zhargonin e rrugës dhe shpesher kjo tendenca për me folë shumë anglisht dhe për me knu me një gjuhë huj të rritë ka njëherë sa do që okej është, po prapë se prapë është brengose një farë forme për shkak se për me kemi nevojë shumë për me promovu atë kulturën tonë, për me promovu edhe gjuhën tonë që na e kemi, edhe mu merr shumë mirë që thash fillim ku ka kthy vjetorin xhenesë. Megjithatë edhe pse projektin që keni bërë me Bekin ka qenë gjuhën shqipe. Që ty ja ka filluar ka pa. Po. Po kjo është e mirë. Ka njerë do kur i shohin fëmijët kur luajnë rrugë dhe flasin anglisht, nuk është për me ju thonë bravo. Do të një thonë avden që okej, po është dhe gjua jonë, është mirë për me njoft një gjuhë tjetër. Po se e kena pas këtë sens se u konë si kompleks, se na jena pak... Një farë trendja është... Po, edhe jena pak njerës kompleksaft, se do mos na muzikantat, unë përvejti e dalë e thonë që shlirë që unë s'kam kompleksa, atë që kjo më nda që pëlqen, da që më pëlqen, Both mirë jena valëm. A vedem, që ajo neve na që e kompleksa, edhe që do të me folë kështu se o cringe, o keq, o po del kështu, ja, është jo, pse jo, a vedem, tash kërkuna nuk mund është tash të mi, tash kërku se ka shjene njëjtë si kërte, tash si jam këto për me më pëlqy krejt bota. A vedem, po qatë pjesën tame, që kjo mëne, a vedem, whatever it happens, a vedem edhe ndodhë që kësa. Edhe po foli ka pak kështu të bënë anglisht. Ajo është këtë në rregull. Na e kemi vrejtë, kemi bo matje dhe me thonë gjatë realizimit të emisionit Acoustic Night. Edhe coverat që më bojnë gjuhën angleze dhe coverat gjuhën shqipe kam pas një dallim shumë të madh, njëri me tjetrën se sa janë për krah. Për shkak se kur t'lu një ekip i anglisë tash
nashta po marrim si shembull shumë banal, po luni ekipi anglisë, mundesh me pas një ekip që ti e përkro, për momentin kur lun ekipi yt përfaqëson ty, gjithmonë ti ke qenë me ato që normal. Që vjen prej atij vendi, edhe është një farë ndjenje keq ndryshe, që sot ka kaluar Shqipëria, duhet vjetorin me përzon më herët. Ja. Po bojna igual. Po të çaja ne jena okay me çat sana, dhe se tash artistat e ri nuk pelojnë çat sen me dek, po artistët e vjetër nuk pelojnë çat sen me na morë gjithçysh, vetëm që pa marrë parasysh, okej, në rregull, kejtë folëm anglishtën se është edhe gjuhë botërore tash international. Normal, përveç muzikës shqip që kemi dëgjuar atë kohë kanë qenë edhe rock bande shumë të njohura, domethënë që na jemi rrit me ta, edhe pse dorën zemër këto gjenerata pak më të vjetra me anglisht nuk kanë dop, kanë herë edhe vetë këngëtarë që nuar këtu kanë thonë ne kemi kënu këngët e tyre po se kemi ditë çfarë po thonë. Edhe tash është këtë ndryshe, se një pjesë shumë e madhe, sidomos të rritë, po thënë mos tonë 90% e njohin shumë mirë gjuhën angleze, edhe kjo është këtë normale, megjithatë këto kohë që vinë prej vendit, të burojnë prej vendit, edhe që janë, se s'po shumë, ndoshta me po mirë që kemi materiale dhe mund me thonë diçka të mirë. Për artistave shumë herët që si janë gjeneratën teme, plus edhe tani tjerë që vinë kena shumë materiale. Menoj që na shqiptarët e kena vërtetu vetëm te masi që kena artist lëk edhe kena që me jepna si shtet edhe si popull, edhe në veç të komplekset pak me hek edhe na jemi shumë rregull. Definitivisht e kemi ndoshta dëshmu vetën që na u ka desh shumë kjo liria. Po, normal. Se përshkak gjatë asaj kohës kur ka qenë një regjim që ndoshta s'doj me përmend, është po domethënë që ndoshta shumë talent janë shuar, kanë ndru jetës, kanë mujtë asnjëherë për me realizu ëndrat e tyre. Kështu që tash e kemi pa që ka shumë njerëz që e njohin këtë fushë, dojnë më marrë me këtë fushë dhe është shumë mirë. Shumë mirë, edhe kur pa edhe këngë, edhe pak më të këqija, edhe pak më të mira, se mandena po dhe e konkurencë. Kështu që në fund secili njeri është i lirë për me zgjedhë cilën donë, edhe mandej mediumet e kanë atë punën e tyre që duhet pak me filtruar. Po, normal, po. Kjo është e pjesa, okej, po shkojnë edhe po duhet edhe një konvert tjetër për më vjetore. Përse edhe Gjo Alban Silvera. Sta prishim. Sta prishim. Ti s'ma prish, po më prish këj, po. Ja, s'ma Se kjo vështë të s'po duhet të kryet. Na e kemi detyrë me kënu. E ka dhu vetën. Po pra, normal. Vjetor, po besoj që s'jam ka të mundoj. Jo, me ta më puna. Thuj bol, valla. Po le pa kiamet, po tani. Vjetore e din ku hunë. Të pak të nuk e ka të parën herë dhe e din që arë në akustik. Edhin që përveç që bisedojnë njëri me tjetrin, për ne janë shumë rëndësishme edhe ato interpretimet që i bojnë këtu live, për shkak se janë shumë të mira dhe shumë të ënda. Që ta edhe kom pas shef më orë me covera shqipsat. Edhe kjo është shumë e mirë. Alen se coverat anglisht tina mi bo dhe kena bo shumë shpesh i bojnë artistat e ri, po mi u kallëzu njerëzve që kena material edhe na me bo. Edhe na me shumë qef, faktikisht jemi ka dëgjojnë sot, ose po një në gjitha mranin që u konë në vjetori, ja kështë e bo në nëntorni, në gjitha mranin që u konë vjetori ka pru diçka të rej, kështu që po besoj që edhe vitin tjetër prapë me pas me projekte, me projekte të rej, jo, definitivisht pse jo, do me thonë gjithmonë kur njerëzit prodhojnë edhe sjellin materiale të reja, pse jo. Tash po shkojna me një balad ose me çka po shkojna me? Po shkojna me Drana Bozën zgjara apo. O sa mirë, okay. Është një këngë që është fenomenale dhe më pëlqen shumë. Është shumë e mirë dhe asnjëherë nuk është interpretuar në akustik. Po, kështu që i pari. Te lani shajt mirë. Te lani shajt i kur. Mos më thuaj se ti do të I kështash Pa shumë zhurme, pa shumë buj Mos thuj Mos më thuaj se kjo është nota E fundit bashk Rrug në ndohën e na me Sim të huj E nëse ti do t'i kësh nesër
Qaj s'do t'pi më far, do t'vi aty I heshtur, do t'shikoj nga lart. Kush e di, pasi jeta kaq ku kishte për ne të dy, një bot tjetër ma mirë do t'ishte, por unë e di, asgjë tjetër nuk e ka ma atë shi, që s'ju veç hija jote, sa herë që shfaqesh ti. T'ftoftë si aku jam mësuar, t'jem përball, dhe nuk e di nëse e lumtur po je val. Mos t'ftofta prap të ngrota I ke ato fjall. T'ftoftë si aku jam mësuar, po t'kem përball, po kush e di, mbasi jeta kaq ku kishte për ne të dy, një bot tjetër ma mirë do t'ishte, por unë e di, asgjë tjetër nuk e ka ma atje shi, që s'ju veç hija jote, sa herë që shfaqesh ti. E mora dren. A jetoj e një. Po besoj që është kënaqësi në momentin kur I dëgjon trit, kur I përformojnë këngët e dikujt tjetër. Po. Se nuk e di se sa shenin vetën artistat, megjithatë unë po besoj që është vlerësim. Se një këngë të keqe nuk ma mërmaja që e merr dikush për me këngë. Po, zakonisht. Tamam puna. Ju shikëshin I vetëm nëse I kishim marrë unë edhe ju se një këngët e tua me këngë, ti shumë prish krejt. Vjetore. Jo, më pse unë me nej është sa një Shumë mirë. knujza, shumë bu pak si kështu. Po, unë e kisha knu për shembull këngën e Dhjetorit, po në stil temen. Po dhe, që e kupton. bën shumë interesant. Edhe besoj që ky ish një mirë, Po, ish normal. është knatësi. Është interesant, kur ti e nin atë vin melodike, do të thonë edhe e nin me një stil që e bën Hyseni, e bën ai tjetri. Dhe po dhe fakti që dikush po ta vjen këngën është Po, se unë për shembull Dhjetor s'muj mu kon, Po. që e këndoj në këngë në stil temen edhe pse jo. Po më nesër, mas nesër. Është mu dhaf trafti se e po. A performon diku live? Në për lokale, a ke fillu në festival, në Po, koncerte? e mora një, se me thoni, pauzë të vogël, mas festivalit. Po, normal. Është e nevojshme, e di. Atë mërë të shtu. Po, Bona pak të festivalit të sana më thërë mas që fitova festival disa ne jam ra me punu, po tani u shuka diçka, nuk e di pse, u shuka pak tani edhe nashta e fal presioni, ok, fitove tash prese njerëzit, pritshmëria shumë e madhe, tash që ka me bëdhëtori, që ka me bësane, edhe ne thash, dhe sa se la krejt, me thonë, a diçka fut, ja s'po bëj ma, dhe është pushoj pak. A vëden e tani mbra me, se më tha me reflektu si vjetë shumë më ka ra, dhe tash jam gati më këthy edhe që ta dhe ko vendos më këthy ndryshe prej viteve të kalume që kom bëne, e tash që thash edhe më herët se për e me javle me cek, për jam shumë rahat me vetën, jam shumë rahat me njerëzit që jem të punu që tash, jam rahat me muzikën që jem të e bo, që diçka që çdo artistit I vyn, më një mirë, edhe e din që qaj produkt është jote edhe je okej me sa cara, dhe në kërkosh ta imponon, në kërkosh nuk ta ti dosh me bo gjithqysh ta, me bo gjithqysh ata, dhe më unë me I bo së sene, që tash jam në rati temën, jam qatë zonën temën që dhe tham okej, jam gati me jep maksimumin tash, edhe mas qësar pauzës të vogël tash më s'mo nalë edhe veç me përparu për para. a ki kërkesa për muzik live?
Kam kërkesa, po. Po, ka njëherë, po do të më kam pak picky, pak... Jo për një sen diçka, vetëm se unë e muzikë prapë për qefë sene, po vjen një poen ku nëse ti nuk e kalzon vetën edhe nuk ja din rëndësim vetës, shumë lehtë mund të shkele, vetëm e më thonë, ky artisti, edhe nëse jo që janë punat e komplekset, po problema është ai sene që okay, tash është okej me mojt pak një nivel, me thonë diçka edhe se kum fitu festival, edhe me thonë, edhe një shu që më kom pak peki, edhe se mos marrë me thonë, edhe najtë se kë vjen, se ky vjen, hajtë se e kena pos më herë dhe vjen ky, edhe se e kena dëstu, se hajtë se kështu, edhe në tani, kur jam shtrengam pak, edhe edhe i kalzat që, hej, edhe jam... Tjetër nivel jam të dashtë me vazhdu, është respekti shumë e madhë, ne shoh dhe me vetën tash për shembull në menaxhim, edhe në fakti që më ardh diçka me më thirr dikush diçka, edhe tash them okay, menaxheri merret me atë punë dhe dal shumë më serioz, dhe dal shumë më profesional, edhe është nështë diçka që më ka se kom pasur në çdo vitet më herë që kom bën muzikë, dhe me pas një njeri që më kryn çdo punë, edhe që emni me dalë sa ma shumë edhe më kujdes për shtu sana, edhe më kujdes që mos me shku gjithë ka, me pasat kujdesin që abeden me ta dit njerëzit vlerën, pa marrë parasysh, njëri thjesht jam edhe gjitha me met njëri thjesht, po rritet pak standardin në atë aspekt edhe është mirë mja dit, apet, veç është mirë mja dit vetë. është thjesht do të thua se, punime, gjithë jemi njerëz. Po, me gjitha du të pas respekt për profesionin e secilit. Nga njerë, ndoshta të na, po tham, se di për shkak numrit ose diçka, ndoshta mungon ai respekti për njerëzit që bojnë atë dhe që nuk i cilësojnë si njerëz, domethënë se thjesht janë njerëz krijues, njerëz që krijojnë diçka dhe japin. Edhe janë ato veprat e tyre, do të ka shumë për tyre që jesin me kohë, dhe shërbejnë edhe gjeneratave tjera. Unë po shpresoj që është shumë prej ju keni me arrit. Unë besoj që ajo ndoshta është ajo pika kulminante ku momentin që ti bën art edhe që mundesh me përcjell në përpreza tjera dhe ajo ma vonë cilësohet si pjesë e vendit tonë, si pjesë e kulturës tonë, po besoj që ndoshta aty kish me qenë ai pikë synimi i secilit artist, jo ndoshta këto për konsumet ditore. Po, do të më kanë ashtu se unë shoh për shembull me veten, edhe unë po bëj muzikë për vete, edhe bëj muzikën e qefit, po unë bëj muzikë edhe për publik, edhe unë bëj muzikë edhe për njerëzit tjera, edhe që tash pa marrë parasysh tash se na edhe tregun që shekena, po pse unë mos me bëj muzikë për popullat, apo pse unë mos me bëj muzikë, edhe në dhone gjithë, edhe në preki temën e dashnisë, edhe se dana dashnia shumë diçka e madhe dhe e marrëm për në me shumë mirë. Jemi njerëz dashur. Shumë, normal. Me kon bashkëpunon kur del me bëj muzikë live, kon e kin band. Kon e ki gitarist? Momentalisht jam, se me thonë, ashta pa band. Kështu që veç kushdo që më prej shoqënisë që i kam pas më herë. Kondo që ki nevojë thirr normal është. Edhe në thirrë, po tash zakonisht po kam qef edhe kam e vazhdu me shku vetë, besoj, me një gitarë akustike nëse vjen puna. Ose për ndryshe me mame nis me marrë një DJ, tash me vilë që kam. Jo, po shpresoj që playback. Playback jo, po ekziston instrumentali. Ekziston instrumentali edhe unë kam u kanë aty gjithë matësa. Po më ne jo, në për festivalet mëdhaja, po më ne klube, po ata në qatë aspekt, po në festivalet mëdhaja që mohën të na, jo, nuk ja la vetet mos me dalën me band. Pa ma parasysh që këngët janë ma të thjeshta, nashta janë këngët janë pak ma easy mi bo prap, nuk më edhe në pajaninë e një gitarë elektrike, me solon fund nuk e la. Pa ma parasysh. Edhe po, jo, në qatë aspekt, jo, koncertet e mëdhaja këto sanët nuk du mi hup kërë, se s'du mi hup lezetin e këngës edhe me ne që kur bëhet live, se për shumë në akustik të kur jena, dhe në levete bona se këngën teme që ke bëhet dhe ta hep se të vandjenin që ta hep kërkush, dhe se unë e ngën dëgju se e kom gën 20 herë, ngën 30 herë, për faktë që e marrën një gitare, e luj këngën teme, edhe më kanë, jam që të veç vetë, jam që ato momente edhe e kënë edhe e ndjej, dhe në live kur nuk kam e mujtë, së në mund kërkan, në live është live edhe për që ata këtë artistat e mdhaja bëjnë. Pak ma herët dhjetori, Vizën e përmendit tha bëj tha muzikë tha për qërë, tha po pse jo për popullatën, apo për shka ke
ke kështu, po unë po mendoj do të thonë që ato punë që bëhen për shef, që i ndin, ato deportojnë shumë ma lehtë tek njerëzit. Po. Momentin që ty të pëlqen, momentin që ty të bën munim mira e që ka tjerë, unë po besoj që një pjesë shumë të madhe të njerëzve e arrin atë të njëjtin ndjenjë që ti ndoshta e ki kur e bën kohën ose kur e performon. Për sa ta kisha qef abeden mi bush të këngët e mia tash unë vet, abeden me mujt në pasat fare afarsynimin që abeden unë gjetë përmeni kur vjen puna te këngët, po për shembull unë e kam pas për shembull që let's një break apo kam pas abeden nuk ka ndodhur diçka me një partner dhe tash që ato momente që e më dje, kom kap gitarën, e kom kap piano, në avdina dhe kom shkruj diçka. A tash, që ato momente unë kur e shkruj, e qes dikon, atë në fanë djenje e mirë, se më ka ra shumë shpesh me arë, po më thonë dikush, apëten që atë sen që e ke shkruj te, kom dje dhe one. Apëten e qke vlen të që e pjesa e populazës, apëten që e pjesa ku me arë dikush dhe me thonë, hej, kom gu në kongën tonë, edhe dhe me thonë sokna e vetë me une që pëndjen asë është të që shenë djeti. Apëten e për me është një sen që gjdo artist, apëten e ka sa ndjenjën e mirë, apëten andra e me është, apëten me arë me shku një natë, me bu një koncert madhe dhe me hek në dëgjusët, edhe me posë njerëzim të makë në kongën mu, mësë në posë, unë e vish më nalë. Apëten vish më nalë edhe... me këshur seri. Apëten e vish me morë sa të sana, është emocion që nashtas çdo artist që ka provu sune për shkruan, edhe ai që halo se ka provu sune për shkruan. Po shpresoj që kemi mri do të thonë atje, por shkaj se je mos ta ashtu, po je një prej atyre trive të rrallë që ki Koxha është, nëse tash janë nisim edhe i numërojnë, do të thonë 5 prej këtij albumi tash, mandej në bashkëpunimit që i ke pas me Bekën, mandej edhe me bendin, Del Koxha, një album e gjys. Niset i mirë, normal. Ku ndoshta edhe rradh ka artistri që i kanë, dhe janë kongë originale që ti i ke bu, edhe kongë që ty të ka pëlqy, janë prej teje, edhe po besoj që nuk e di, po pas 5 vite, po besoj që kemë me pas shumë material prej vjetorit. Gjësysh. Apo ti më dojtë bonga, Mrekullim. Jo, definitivisht nuk është që jem ka dojnë me ta barash, po ka fakt edhe një shifra do të janë të madhshme në momentin që ti je ardhur dhe i ke shpalosur për publikun, shoh me diuton, shoh dikon tjetër. Edhe këto unë po shpresoj do të thonë që shumë shpejt edhe kemi me pas prap të ftuar, për shkak se nuk je kanale shumë fjallë. Jo, shumë bashkë. Refuzoj, derisa frymën e fundit s'ka monal. Është dushën edhe kemi na pas gjithmonë mbrapa. Shumë faleminderit të prejuar. Do të folëm me menaxherin tash po. Isko, po bëjmë një pauzë shku. Po, shumë. Edhe mandej po rikthehemi prapë në pjesën e fundit të emisionit sot, emisionit Acoustic Night, i cili mbështeten nga Peperifiku dhe Friksi. Dhe gjithashtu, s'kem me lore atë vjetore, jam ka marrë me të mirë që në fund një tjetër atë diçka që s'ka publiku, po kemi me kënduar diçka tjetër, apo jo? Ja, po. Vazhdojmë të jeni në Mutulli, këtu në 102.2 është një atmosferë shumë e mirë këtu radio. Kem të kërë për unala, madin. Edhe mas kamera, më shtu që shpesh e përna vjen për me kjeshtu dhe kur ti mikrofon ma do i thonë që ka qëta. Në qasë serios, ta prap me njëre. A ka ndonë nere në skenë, tu ka kujtu një fore, ja ke njës me kesh, që kon të knu si ma mirë, e fillu me kesh e ke nërë muzikën se mo. Po, më ka ndodhë mu, edhe shpesh erdhë në fillimet mija, më datë këtë shkysen, edhe kisha një problem, edhe kom su, edhe ja sugjerej krejtë, mos me këshyr njerëzi kërë jetu kënë kongë. Abedin më ka performan. Abedin se më ka rao shpesh herë, më ka rao dikush edhe e kom këthi kryte, ka bune farë, ftyre pa, ligu. Adin e tani nuk më isha tani mu koncentru, mu ke kejt fokusi, abedin e tani këshu që e kom bu plan, më sheli sytë,
knaqu, shijeti muzikën. Mas mire është me këshur dikon që ta ka kallëzu një fore ma herët. Çfarë është? Edhe se ka plot njerëz tani plus na shtanë njerëz që din as kush jam unë, ç'a bëj unë, a din thotë ç'a ardh këtu me muzikë, din. Kush o ky tani tash ama mirë, të poshtë krye muzikën edhe do të më knaq krejt, kisha. Është interesant kjo përvoja shpesh me publikun, ndodhin ngjarje shumë interesante, po edhe ka pasur shumë ngjarje çuditshme që kemi këtu në Radio Plus që nuk ka ndodhur shumë njerëz, por besoj që vjetori e ka një karrierë të gjatë përpara dhe s'di çka ka menduar. Ku e din çfarë do të sa forët mund ta pëlqej te atë. Normal. Megjithatë këtë moshën që ka vjetore e keni eksperiencë mirë, se kam edhe në fillim. Po tash ti po kthehemi prapë te ajo përvoja jote e festivalit. Nuk është që kemi sjellur ndonjëherë shumë këtë temë ty gjatë edicioneve të tjera. Unë po besoj që është një ndjenjë pak më ndryshe në momentin kur ti e din që e keni publik shumë të madh para vetës. Po gjithashtu e din që mundën me të ndjek edhe miliona para televizionit. Në momentin kur ti performon live, është një lloj frike kur del ose... Unë jam I kundërt në qatë aspekt, për shembull e kam kitë stresin e kam para se më janis, për momentin që kom pa dhe në Trinet që kom pas në festival, që të mësë finale jam një mas rahat, jam një shumë rahat, se edhe nështë të jepa ndjesia e mirë që okej, kam shku finale, a vëdin edhe avdin ma komod, po momentin që dalë në skenë, si në festival, por si në performancat e mija që I bëjone, më heket ke stresi, nuk e di pse, a vëdin, ja bëja vetit atë mentalitetin që okej, knaqu, a vëdin kjo është koha jote, a vëdin është ki nevoj për kërgjë tjetër, një gabim, këkus ka me marrë vesh. Edhe se do mos njerëz e publika, unë kam qef shumë me lujt me publik, a vëdin unë edhe performancat mija, dash kovera, për shembull zakonisht kovera të njohin më shumë, derisa të vjen shanca edhe unë me miklu këngë njerëzit. Normal po. Po kam qef mishtia ata me knu, ata me kcyje, se unë e kom bënë një fartripi më herët ku e kom vrejt shumë, unë në skenë jam shumë I trend. A vetëm kam qef mu knaqë, a vetëm kam qef me bu muzikë, kam qef me majt energji non-stop. A din edhe kom vrejt që momentin që unë pe bëj qatë sen, publika pe bën edhe ma shumë tani. Normal. Nashta e roka I seni që okej, nëse që ky shtu, që do që ky po del, edhe po këcen para krejtë me gjithë të drita, me gjithë të sene, nëse unë jam publik, kërkës ka mund po. A vedin, kur momentin që kur pe jep qatë rahatin, të edhe po mundesh më knash me audiencën, a vedin se që e bërë ritmja, që knimi kongës bashkë me ta, a vedin ta jep një fandesi, a vedin që sikur më konë konga jeme, a vedin e marrë si më konë konga jeme, e përgaditi vetën që falem edhe më herët. Kjo është shumë e mirë. Unë e di që në momentin kur e patëm ftu vjetorin atë kohë, normal se cili festivali kanë ato marrëveshjet eventa që janë shumë legjitime. Edhe e di që në atë kohë nuk lajmëro mos tani. Fol ti, s'ka problem. Fol. Alo? Po? Jo në zonjë na. Hajde ton. Janë disa marrëveshje, do të thotë që në atë kohë kujtohet që vjetorin nuk pat pas drejt për me interpretu këngën që ka marrë pjesë në festival në versionin akustik si e kemi kërkuar në radio, edhe na kemi qenë shumë mirë kuptues në atë kohë, po sot hiç nuk e lëshoj do të thotë por pa e po versionin. Kas me gjithën, a? A pe po? Tash qysh më thonë në që instrumentistët e kam posat Bash. Jo, me gjitha po bëjmë një këngë tjetër. Po bëjmë një këngë tjetër. Për një këngë tjetër që ka qatë farë jedhen e festivalit. Të ishta me mundës edhe me nëzohën pak në gush, po nuk mi të vërtjet. Ja s'mënësh, jo se njeri ka përvoj kështu shumë. Por vjetorin. Jem trajnu me ditë shumë përgjigje. Normal është. Kur zdhez nuk vetë. Ja, kur zdhez duhet me kabla. Jo, po adem për festivali më kanë I knas të krejta, vëdem, po tani që ajo tutat që vëdem s'pu du me met në festival, vëdem, se për nashta për plët njerëzit tjerë që kanë marrë pjesë aty nashta I shkon sen që I ndodh karrierë shumë me madha, vëdem që I ndodh senet, po për mu kanë veç një fillim I madh, dhe çdo intervistë që ku moj për shembull, ju jem munu sa më shumë ju kallzu edhe njerëzve, po edhe ta që më ka marrë intervistën që vëdem për mu nuk është
edhe në përfundimi jam i karrierës, apo den. Se plot apo den më patën vetë në çat aspekt që apo den e ke fituar, apo po jam shumë i gëzuar dhe jam shumë grateful, thankful, falenderus që e kom fituar në atë sen, po për mu kom qenë me fat se në 20 vjeçar në atë kohë, me fitu diçka çast madhe dhe me ma bo çata, apo den po ajo për mu për shembull nuk është okay tash fitova në festival dhe tash çaça, apo den për mu kanë vetë shtys shumë e madhe që nina shumë grateful dhe nina shumë i gëzuar për sa të sen, po mundona gjithmonë apo den me ka pak edhe me iksin në tema të festivalit kanë herë, apo den se kam material që për mëna ka material shumë për me kallëzua dhe kjo është veç një fillim i ri edhe i mbar për vetorin. Patjetër, po megjithatë nuk edhe pse ti e ki vezdi nga një herë, domethënë është puna që duhet mi përmend, po shoh se ka qenë sukses. Po, ka qenë sukses, dhe je ti protagonisti i asaj pjesës, duke përfshirë edhe Bekan që normal. Ka po tekstin e Të ka kompozuar, ka kryer këtë këngën, po. Asajna, megjithatë është një sukses. Jo, po duhet më përmend kohë pas kohë, se unë po besoj që edhe kur bosh 50 vjeçar ose 60 vjeçar, është një prej sukseseve që po që mon atë sana vetë që ke puro kon. Unë të ishta me majtë men edhe të vëllaj, po qa? Subu. Okej, po bujna një kong ama tonën, a? Po, trëndafilin me Trëndafilin. Okej, cool. A vishet që flasë me gjithën, trëndafilin, po zhjen. Me do farë lule, edhe në bio në Instagram edhe kam do farë lule, do farë. Shqie gjale që është. Okej. Vazhdoj, I kujtoj me ty vetmin e haroj, me vete gotën e cakroj, veni ombe të posh, sa dit kalojnë në ty, po nuk po muj pa të mendu, po n'kafen ton jam gjithmon një got për ty, një për mu, një got për ty, një për mu, po nuk e gjej trëndafilin, po jo s'ka lullet më pëlqej, po ma mungon njëra jote, po ajo pusës më kafshon, po nuk e gjej trëndafilin, po jo s'ka lullet më pëlqej, më mungon njëra jote, po ajo pusës më kafshon. Për ty më mbeti njëta dashni, je shpresa që nuk kusho, e unë do t'pres pa fund, gjetja e fundit kusho, kur ti t'më jesh, po t'më jesh kthyer, unë do të jem gjumësuar, të dy me sy të lohtuem, ju asgjë s'ndan e ty, ju asgjë s'ndan e të ty, po nuk e gjej trëndafilin, po jo s'ka lullit më pëlqej, po ma mungon
s'ka lullit më pëlqej Më munga nira jote Ajo busës më kafshën Rënqethse Është një kohë që është transmetuar shumë, dhe është një kohë mjaft të suksesshme që është realizuar. Kjo është pjesë e albumit Beko në Francë, apo jo? Në vërtet. Sa kjo më rejsko. Qyshme po din me majt men Alsha? Kjo është një shanjë e mirë, do të thonë që alo jemi në formë, mundëm i bëha do edicionet, tensionet të rësinë. Normal bukur Shumë e mirë, kjo një pjesë shumë e mirë. Dali nga dalë kina varë dhe të fundi edicionit sot do me edicionit akustik në e, me gjithat e kemi edhe një kong që është publiku ende dhe që djetori ka shprej të shiren bashkë me ka shprej të shiren për me performu të na live në pozicion dhe si një live promovime është një kong Bajge shumë e mirë. Bajge shumë e mirë. Nashta jo shumë e mirë, ekstremisht e mirë. A vedin ka një herë, a dhe s'kam qef, ne abo vetë qefin, a vedin po në me që të kongë është shumë kongë e mirë, edhe është një kongë që menoj që ja vlen me ngu, edhe me nëzis pres me nënsu këtë kongë, edhe menoj që ka më konë një start. Shumë e mirë. Është një kongë që keni hi në studio, apo jo? Edhe për me... Po, është e kryme në studio, kemi punu me Kronzin, po ashtu kemi punu edhe me Jonin, JNZ, Jonzi, kemi punu me ata 2, artista 3, sigurone, kemi pas në dere na me bo një kongë më herët, e cila titullohet Diamanti, edhe që ajo kongë është shumë big. është një pikave më suksesshme që kom pas në herë, edhe jam shumë krenar me sa të sen, edhe kam e përmend gjithë, se jam pjesë e qasoj kongë, edhe po me qitë kongë, tash do të më rujtë së me fuj para vaktit, po me qitë kongë titullohet Mes natës, me qitë kongë e kam bashkë me të, me ata 2 kena punu bashkë, edhe me nëjtë që kjo kongë kam u konë një start-up shumë i fort, edhe me nëzës për Respublika me ngu. Ti kjo teksti prap joti? E kem bu tekstin, po pjesën e Jonit e ka bu a e vetë, edhe e kom shkru pjesën teme, normal, po. është shumë andryshe prej senave që e kem ngu qitash, në më thonë, është pak ma... Unë me zisë po presë për me dëgju, po dhe ishta me të pyta atë pjesën që bujnë tjerë, Joni, ose dikush tjetër ti se interpreton s'fonta, apo interpreton versionin tonë? Nuk për interpretoj, dhe që për faktin që i respektoj pjesën e njerëzve tjerë, a vedin edhe s'kam qep me thonë të njerëzve. Po, Beharja, ka ju një muna i sen Beharja, po jo, në këtë kongë? Po, gjithmonë. Me uj, zakonisht, uj, buk. Po, nuk në len kesh, për në me. Qashtu, vëq ka... Po, nuk në len kesh. Nice, bravo Behar. Për neve Kudo që është Behari? Po. Kudo që është brapa s'kene, falinderit shumë Behar, që na jep buke, uje, soka. Apo thu? Jo, po, është shumë e sigurt. Okej. Edhe unë e përshëndas Beharin shumë. Ka bëj një pjesë të shkurë, për bëj refrenin. Okej, po në një pjesë të më... Jo, qatë jo, edhe pak ma shumë, edhe pak të strofa të është me dhonë. Ani për parim ani. Po jo, veç refrenin, nuk e kuptoj që ka dosh me thonë fillim djetori. Okej, do me thonë djetori ishte një knasi shumë madhe që të kishim sot në edicionin Madrid, edicionin Akustik Night. Unë përshpesoj që kemi me të pasë dhe erave tjera, me gjitha ka bashkëpuntor tjerë që të i ki. I përshëndesim edhe djemë që kanë qenë në mbështetje për ty dhe që janë pasë kamera. Nikalla blok njerëz. Gjithë do me thonë që ju në konë pjesë edicionit sot të emisionin të Akustik Night. Gjithashtu Peperi Fikull dhe Friksin që në mbështet dhe në realizimin e këtyre edicioneve që realizohen çdo javë prej orës 19:30 deri në orën 21 këtu në studiot e Radio Plusit. Përshëndes edhe unë edhe Jonin edhe ato, është keq që s'janë këtu se kisha dashur kisha dashur me ngu versionin prej treve do të thonë në akustik. Nesër vën për herën tjetër. Vën për herën tjetër për me ardhjetorin. Djetor suksese. Shpresoj që shumë shpejt. Shumë faleminderit edhe. Me publikim të albumit do të kemi me të pas në studio dhe era të tjera. Sa më shpejt, aq më mirë. Mes natës
Mes natës menime som binari Mes natës menime som binari E gjetëm njani tjetrin Shoqëm me t'vjetrin jera haj Studhim ka paj Menoj qysh për prek Menoj qysh t'komik Kom menu që t'kom pas për veti E dimi se kushe E dimi qam kje Ka pas aj tjetri Këto menime Kur sëm laraj Sa herët du me t'pas ngaj Mes natës menime som binari Mes natës menime som binari Mes natës menime som binari Mes natës menime som binari